Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës u prezantuan rezultatet e studimit të fizibilitetit për krijimin e qendrës kërkimore për zhvillim vendor, një nismë që synon të forcojë lidhjen mes kërkimit shkencor dhe zhvillimit lokal. Në takim mori pjesë edhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, i cili e cilësoi këtë qendër si një mjet të domosdoshëm për të frenuar emigrimin, duke krijuar mundësi që të rinjt të angazhohen në zhvillimin e komuniteteve të tyre. Duke krijuar në qendër të tillë, duke inkurajuar në qendër të tillë, do të inkurajojmë edhe të rinj që të studiojnë të rinj këtu, që nuk të ikin në krye qytet ose në vend tjetër. E dim që në Shqipëri në përgjithësi dhe në regionet të jugut në veçanëri ka problemi madh me migracionin dhe mendoj që projekte të tillë mund të jepen shpresë të rinjve që ka punë për të bërë, ka mundësi për të studiuar këtu, ka mundësi për të punuar këtu, sepse qendra, si ju thash, është me qëllim që do të forcohet këtu pushteti lokal të bashkive të jugut për të zhvilluar aktivitet ekonomike tyre e në duke respektuar mjedis, që keni shumë të bukur, shumë të pasur. Studimi identifikon sfida kryqe për qeverisjen vendore si zhvillimi ekonomik, shpopullimi, problemet mjedisore dhe ndikimet klimatike. Qendra do të funksionojë si një platformë që prodhon të dhëna dhe analizat bazuara në evidencë, me qëllim hartimin e politikave më efektive në nivel vendor. Objektive afatgjatë është angazhimi i studentëve dhe stafit akademik në projekte konkrete kërkimore. Është përfshirë në një proces të edhshëm ndërkombëtarizimi dhe aktualisht jemi duke finalizuar një projekt ide për ngritjen e qendrës kërkimore mbi mjedisin në qarkun e Gjirokastrës. Është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit ndërmjet Universitetit të Qerem Çabej të Gjirokastrës dhe ose prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Kjo ide lindi në fal bashkëpunimit ton si staf akademik me këtë institucion, gatishmërisë së OSBE-s për të gjendur dhe për ta konkretizuar iden ton dhe duke përcaktuar universitetin si një qendër shumë të rëndësishme kërkimore dhe shkencore, ashtu sikurse është dhe trendi i zhvillimeve të universiteteve në Shqipëri por dhe në gjerë. Natyrisht që kjo qendër kërkimore nuk do të jetë thjesht një qendër universitare, por e do të kalojë kufit e një qendër kërkimore thjesht universitare, por do të përfshijë të gjithë faktorët e rajonit jugor, duke përfshirë sidomos pushtetin vendor. Jo më kot pjesë e këtij projekti do të jetë Bashkia e Gjirokastrës, Bashkia e Pelenës dhe Bashkia e Përmetit. Dhe në perspektivë për të futur të gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Jemi shumë optimist se ky projekt do të eci, sepse tashëm Universiteti i Qerem Çabej Gjirokastrës i ka të gjitha potencialet njerëzore, ka përvojën tashëm të stafit akademik për të marrë me punë kërkimore dhe shkencore, e cila është një garanci shumë e madhe për të konkretizuar ky projekt. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së rolit të Universitetit të Gjirokastrës si kontribues aktiv në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.